Në ringi sapo janë gjitur dy boksierët e peshës dhe në 70 kg. Miloš Ragonović nga Mali i Zi është me kostumin e kuq, ndërkohë Loris Idrizi nga Kosova, kostumi blu. Një ndeshje që pritet me interes. Mali i Zi Kosovë përballen në këtë kategori të peshës 70 kg. Interesante Sokol edhe ky duel. Po, për mendimin tim do të jenë një ndeshje e fortë kjo. Dhe do e shohim vazhdimsi. Të dy bokserat duken që kanë një përgatitje të mirë fizike dhe do e shohim gjatë rundeve çfarë do ndodhin mes tyre dy bokserëve se tani sapo filloi. Bokseri malazez duket shumë pozicional, shumë i kujdesshëm në mënyrën e boksimit. Shpresojmë që të bëjë një ndeshje të bukur dhe të pastër. Po, Buliqi, faleminderit, e kthehemi në ring, ashtu siç e theksoi edhe Buliqi, boksieri nga Mali i Zi, që ka kostumin e kuq. Miloš Roganović duket më pozicional, është dyshim më shtat lart. Përballë boksierit nga Kosova, Loris Idrizi, që ka kostumin blu, po është i formuar nga ana fizike. Shikojmë që ka një konstrukt të mbledhur, muskuloz, me tatuazhe, siç rëndon janë shumë sportistë, ndërkohë që shikojmë që malazezi Roganović tenton të jetë iniciator, kundërpërgjigjet dhe boksieri nga Kosova, Loris Idrizi, vazhdon boksimin për raundin e parë. Me të vërtetë duket se do të jetë një ndeshje rivalësh. Janë dy boksierë me mjaft vlera, që dy kampion në kampionatet e tyre, në Malin e Zi dhe në Kosovë. Zgjuar boksieri Idrizi nga Kosova, e majta ati duket që është më kontribuese, më pozicionale për strinje, e majta ati provokon me djathtën dhe godet, por është boksieri malazez rriqfaqet në këto momente. Boksieri nga Mali i Zi se shtam ka e përsin dhe të shtatërcis, për stri ai godet dhe ka marrë e përsin në këto momente. Është tërhequr për momentin Loris Idrizi nga Kosova, janë momente kritike për të. Vazhdon presioni i boksierit malazez, për stri ka blokuar në këndin e ringut dhe kërkon, janë disa goditje të radhazi dhe knockdown. Knockdown në favor të boksierit malazez. I drejt kjo knockdown, Sokol? Shumë i drejt, bokseri malazez po paraqet një formë mirë sportive, po bokson në mënyrën më korrekte dhe po e dominon ndeshjen. Them që kjo ndeshje është, duke parë edhe rundin e parë që e dominoi në maksimum, them që kjo ndeshje do e fitojnë bokseri Mali i Zi. Ndoshta është disi herë Sokol për të përcaktuar fituesin, por unë jam dakord me analizën tuaj se ju përcohet raundin e parë dhe po e shikojmë dhe në monitor me regjin ton, me mjeshtrin e pultit Valmir Hysa, i cili rikthen momentet më të veçanta nga regjia jonë, transmetimit e kësaj ndeshje, ku boksieri malazez ka më tepër përsi, duket se është më i angazhuar, më i fresket, po të shikojmë sa ka ruajtur energji Idrizi nga Kosova, gati raundi dytë, sa po ka nisur. Është dëgjuar vërshëllima, gongu, dhe fillon
raundi 2 ishte me të vërtet interesant, plotëritem me faza shumë cilësore. Raundi i parë pati momentet mira për bokserin nga Kosova, por natyrisht mbyllja e raundit ishte për bokserin malazez. Vazhdon raundi 2 dhe përsëri shikoni e majta e boksierit malazez. Provokon, po reagon edhe Idrizi nga Kosova. Kërkon të balancoj atë çfarë humbi në mbylljet e raundit të parë. Përsëri Idrizi nga Kosova ka shpërthyer dhe janë momente më të mira për boksierin kosovar në këto momente. Vazhdon të boksohet në raundin e dytë për peshën dhe në 70 kg, një duel shumë me rivalitet. Miloš Roganović nga Malizi dhe Loris Idrizi nga Kosova, një finale e denjë për turneun ndërkombëtar të boksit Memorial Vaznia 2025. Është dëmtuar për momentin boksieri nga Malizi kërkon, por nuk ka probleme. Do të vjoj takimi. Vazhdon raundi 2 dhe përsëri kosovari Idrizi ka momentet mira. Por do të analizojmë edhe me specialistin e boksit Sokol Bulishin në mbylljet e raundit të dytë. Ka një përmirësim të dukshëm kosovari Idrizi, por përsëri boksieri malazez është i fresket. Shikojmë, nuk ka shenja lodhje në portretin e tij dhe lëshon goditje. Në të dy krahët përsëri është boksieri malazez Roganović që rikthehet, merr iniciativen. Rikthehet në atë çfarë faqi në raundin e parë, sidomos mbyllja e raundit të parë ishte shumë cilësor. Përsëri Roganović. Çastet e fundit e raundit të dytë. Dëgjohet e gongu, është mbyllur raundi i dytë. Analiza nga ish boksieri kampion Sokol Bulishi, pati një përmirësim të dukshëm në raundin e dytë, mendoj boksieri kosovar. Ka një përmirësim të vogël, po nuk e ka atë forcën goditëse. Boksieri malazez po paraqet një nivel më të lartë dhe rondën e dytë e ka dominu plotësisht. Është boksieri malazez është më pozicional, nep goditje më të pastëra, më të sakta dhe ka forcë goditje. Kurse bokseri kosovar me keqardhje them po paraqet shenja lodhje dhe nuk është në atë nivelin që duhet me qenë për t'ju përgjigjë ti kundërshtari. Faleminderit Bulishi, vazhdon boksimi tashmë për raundin e tretë në mes dy boksierëve malazez dhe kosovar. Kemi parë dy raunde me të vërtet plot rivalitet dhe me një spektakël në ring. Të shikojmë raundi i tretë do të jetë përcaktues, duket me një epërsi boksieri nga Malizi, por sidoqoftë nuk dorëzohet dhe ka sinjale mjaft pozitive edhe boksieri kosovar Idrizi, i cili është kërkues për ta fituar këtë ndeshje, dhe ky raund do të jetë përcaktuesi në fitoren e kësaj ndeshje. Ka filluar raundi i tretë, raundi përcaktues, dhe pas të dy raundeve janë kolegët tanë, operatorët e mirë njohur dhe me mjaft përvojë të këtij të televizionit shkondandati shqiptar, Kujtim Dragini dhe Klodian Bregu, të cilët e përcjellin
këtë aktivitet me kamerat e tyre live në regjin e mjeshtrit e Valmir Hysa, një bashkëpunim me shoqatën e boksit Vllaznia, me presidentin Mondin Ndou, i cili është edhe promotor i kompanisë First of Fire, organizuesi i turneve të boksit profesionist, që më njëherë pas dueleve të boksit amator do të jenë 3 duelet profesioniste. Shikojmë përsëri është rikthyer e përsia e boksierit malazez knockdowni i dytë. Ka të drejtë, kishte të drejtë kampioni Buliqit që theksoi, ka e përsi të plot, është dukshëm e përsi boksieri malazez, ka shenja lodhet, është me dukshëm boksieri Idrizi nga Kosova, ndoshta edhe një knockdown dhe në aspektin teknik mbyllet ndeshja, por vazhdon të jetë në lojë dhe në luftë sportive. Boksieri Loris Idrizi nga Kosova ka mendimin dhe bazuar edhe në analizën e kampionit Sokol Buliqi, që boksieri Miloš Ragonovic nga Malezi e ka marrë iniciativën, e ka marrë presin, ka krijuar pikëzimin e dur dhe ai duhet të jetë kampioni i kësaj peshe dhe tashmë kjo dëshmon edhe kjo përsi dëshmon edhe ky moment shumë pozitiv i boksierit malazez, nëse do të jenë duke na ndjekur nga Malezi, amatorët e boksit malazez patjetër se do të jenë të kënaqur me boksierin e përfaqësuesit së tyre, Miloš Ragonovic, i cili po tregon një mjeshtri boksimi dhe përsëri boksieri malazez ka krijuar gjithçka, kërkon ta mbyllë ndoshta me knockout të ndeshje, por nuk dorëzohet, reziston Idrizi nga Kosova. E përsi e plot boksierit nga Malezi që ka garantuar gjithçka në fitoren e kësaj ndeshje, por zgjohet në fund dhe Idrizi. Por nuk besoj Sokol Buliqi se ky reagim në fund i boksierit nga Kosova mund të ndikoj në rezultat. E dha maksimumin këtë rond, po diferenca është shumë e madhe me boksierin malazez. Boksieri malazez paraqit një formë të mirë sportive, si nga ana teknike, si nga qëndrueshmëria, si nga goditjet, dhe them që këtë ndeshje pa diskutim se arriti t'i merrte edhe 2 knockdowne gjatë 2 rondeve të para dhe fitoria i takon bokserit malazez për mendimin tim. Faleminderit Sokol, pra nuk ka dyshim, megjithëse akoma nuk është dhënë vendimi zyrtar, por ne na jep të drejtë gjykimi jon me atë çfarë pam, gjithsesi gjyqtaria me kryegjyqtarin Edmond Qiplaka është se ka pranë edhe kolegun e tij Baftiar Abazi, si është supervizor. Ato japin vendimin zyrtar dhe tashmë me mikrofon në dorë është kryegjyqtari Edmond Qiplaka për të akorduar fituesin. Dhe me të drejtë të nderuar shikues, fitues është shpallur boksieri nga Malezi Miloš Roganovic, i cili ka mundur pastër boksierin nga Kosova Loris Idrizi për kategorinë e peshës dhe në 70 kg. Medalja nën kampionit i dorëzohet Loris Idrizit nga Kosova, fillimisht dhe tashmë medalja e kampionit për malazezin Miloš Roganovic. Një fitore merituar kjo, në fakt që përpara ndeshjes dhe në fillim të sfidës, i ftuar im pikërisht në rolin e specialistit ish kampioni i Shqipërisë Sokol Buliqi e parashikoj fitoren e bokserit malazez, po tashmë u bë realitet.